mbrëma miq në Fokusit dhe emisioni Zgjohu, kënaqësi të takohemi edhe këtë fundjavë. Edhe sonte do flasim për tema shumë interesante. Nuk do flasim vetëm për titull dhe sukseset, po do flasim edhe për anën shpirtërore dhe për atë njerëz që ne po bëhemi në një kohë shumë dinamike në të cilën po jetojmë. Sonte në studio kam shumë kënaqësi të kemi një mysafire shumë speciale, një grua e cila është shembull për çdo njeri në vendin tonë. Pra kam në studio ambasadorën e vullnetit të mirë për Kosovën, Elvana Shala. Elvana, faleminderit shumë që na ke nderuar me prezencën tënde në Zgjohu. Faleminderit juve, shumë kënaqësi. Pra sonte të kemi mysafirën e fundit të kësaj sezone dhe prandaj do e mbyllim kështu me paqe, ashtu siç e kemi pasur mision kryesor gjatë gjithë këtij sezoni që të cilin sadopak paqe tek shtëpitë e njerëzve dhe tek kjo dinamika me cilën ata po ballafaqohen në çdo ditë. Elvan, po e nisim pak nga fëmëria jote, sepse po kthehemi pak mbrapa në kohë edhe si e kujton atë periudhë, sepse është dukshëm shumë ndryshe nga ajo që ne jetojmë sot. Natyrisht era është komplet, do të thoja, më ndryshe, gjithsesi unë kam pas një fëmijëri po ashtu komplet ndryshe nga të tjerët, kjo për faktin se tashmë dihet që unë jam përballë me shumë sfida shëndetësore që nga fëmijëria edhe tek procesi i rritjes. Mirë po përkundër kësaj, kam jetuar një fëmijëri shumë të lumtur në ato kushte në të cilat më servoheshin në atë kohë. Ka qenë komplet, po them edhe një herë, ndryshe nga ditët e sotit, sepse jemi kënaq me pak. Kemi shiju gjithçka që na është ofruar në atë kohë, qoftë edhe një lodër të vogël, një shëtitje të vogël, çka do tjetër. Ndoshta nëse e krahasoj me sot, ku fëmijët e sotit i kanë të gjitha dhe kanë shumë pak lumturi se sa ne në atë kohë. E njëjta kom qenë edhe unë, përkundër sfidave shëndetësore, gjithmonë e kom gjetë një mënyrë për t'u kënaqë, një mënyrë për ta shiju jetën edhe për të vazhduar përpara. Kështu që nëse më pyet, nëse do të rikthehesha sërish në fëmijëri, patjetër që po, me shumë kënaqësi, përkundër të gjitha sfidave të cilat më kanë karakterizuar si person. E ke imagjinuar Elvana vetëm se do ishe kjo që je kjo grua kaq zonja, kaq fuqishme dhe e pandalshme përballë gjitha sfidave me cilat ti je përballë gjatë gjithë jetës tënde? Ira, nuk e di nëse e kisha imagjinu ose e kam imagjinu ndonjëherë veten në këtë pozitë dhe në këto suksese në cilat jam, po një gjë e di sigurt që gjithmonë e kom pas ëndër me qenë e suksesshme në jetë. Edhe gjithmonë e kom ditë fokusin edhe cakun se ku po du me mbri. Do me thënë, pavarësisht të gjitha sfidave që më kanë karakterizuar e që nuk kanë qenë të lehta, sepse të përballesh me sfida shëndetësore është gjëja më e rëndë që mund tim veshet një personi, gjithmonë e kom ditë që një ditë do t'i arrijo ëndrat e mia edhe besoni ose jo, gjithçka që kam ndruar edhe për cilën kam punuar ndër vite, sot e kam bërë realitet. A ka qenë e vështirë? Është e padiskutueshme që ka qenë shumë vështirë. Megjithatë, më ka karakterizuar gjithmonë një vullnet shumë i madh për jetën, një vizion shumë i qartë për arritjen e qëllimeve të mia, edhe një mbështetje pa kontestueshme nga familja. Dhe gjitha këto kanë bërë që Elvana të jetë kjo që është sot. Elvana, njerëzit ballafaqohen me shumë sfida. Ne jemi njerëz dhe sigurisht gjithsesi nga ne kemi ato përballjet, përplasjet me jetën, por dikush nuk e ka forcën ti të kaloj ato dhe njerëzit ndoshta shpeshherë si opsion të parë shohin të dorëzohen dhe të ndalen, po ti nuk e dorëzoj asnjëherë. Edhe gjithmonë ke qenë ndoshta pa marrë parasysh ato dhimbjet e tua, qoftë shpirtërore, qoftë fizike, ti nuk e ndal asnjëherë në jetë. Cili ka qenë ai qelsi kryesor, motivi që të ka mbajt gjithmonë shumë optimiste me të kalu gjitha këto sfida? Si natyrë konsideroj që kam qenë e tillë, si bebe, si fëmijë, kam qenë e tillë ma pozitive, me mendu gjanat gjithmonë në aspekt pozitiv përkundër rrugës me shumë gur që mundet me dalë përpara, po në anën tjetër një rol shumë të veçantë ka familja. Prindrit, mbështetja e tyre shumë e fortë, ka qenë ajo që mu më ka zgjuar edhe nga ajo gremina në cilën mbase kom mujt me ra në një rrethon të caktuar. Kështu që kur karakterizohesh nga këto dy gjëra shumë të rëndësishme,
pa asnjë diskutim që nuk e sheh dorëzimin si derën kryesore në cilën ti duhet kalosh. Kështu që në këtë kontekst konsideroj që është shumë e rëndësishme edhe njerëzit prej cilëve rrethohemi. Unë gjithmonë e kam pas fatin me u rrethu prej njerëzve pozitiv, prej njerëzve që të kanë dhënë vullnet, shtytje në jetë. E thash rolin kryesor e ka familja, prindrit, motrat edhe vllau, kështu që në këtë pikë ja kam dalë pikërisht mendimin e tyre, po këtu nuk kanë shkalohet në asnjë formë as shoqëria dhe rrethi më i gjanë i cili më ka shoqëruar gjatë gjithë kohës. Por shumë e rëndësishme është ajo që ne duam për veten tonë. Ne thash në fillim, gjithmonë e kam ditë se çka kam dashur për veten time, cila është më e mira për veten time dhe kam ndjek atë rrugë, e kam ndjek ato ëndër përkundër krejt sfidave që kanë mujt më ndalë përpara. Si ta shohem në fotografinë e parë, Elvanën, ne gjithë e kemi në mendje paqen, gjërat e vullnetit të mirë, ai që simbolizon ty. Por a mendon Elvan që sot jetojmë në një kohë që ka paqe, se më duket sikur njerëzit e kanë shumë të vështirë ta gjejnë paqen rreth parë tek vetja e tyre? Si po e sheh ti nga këndvështrimet? Ma more pikërisht mendimin që doja ta thoja. Sot bota karakterizohet nga paqja, por njerëzve ju mungon paqja e brendshme tek vetja e tyre. Dhe kur mungon paqja e brendshme tek vetja jonë, mandej është shumë e vështirë me pa paqen edhe në kontekstin më të gjerë të fjalës edhe të gjithë vizionit. Çka e ka sjellur ndoshta njeriu në këtë pikë, konsideroj që janë ndryshimet e rendit tri botror, ku po përballet e tërë bota, jo vetëm Kosova me këtë kontekst. Natyrisht është edhe teknologjia informative e cila ka evoluar jashtëzakonisht shumë. Gjërat janë bërë krejt më ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar në të kaluarën tonë, rrjetet sociale, inteligjenca artificiale, të gjitha këto dukuri duket sikur janë duke ndikuar në masë të madhe në paqen e brendshme tek njerëzit. Rrjetet sociale kanë bërë edhe një lloj xhelozie mes njëri tjetrit, ndoshta krejt kjo ka ndikuar që ne të ngarendim nga njëherë duke u shtyr me njëri tjetrin më shumë se sa të veprojmë gjëra dhe të bëjmë gjëra për veten tonë dhe cilat neve na bëjnë të ndihemi mirë. Çka do doja të shoh në këtë pikë është që fillimisht ta njohim veten, fillimisht të jemi në paqe me veten tonë, pastaj me të tjerët, sepse në momentin që ti nuk je mirë me veten tënde, e ke shumë vështirë të jesh mirë me të tjerët. Kështu që në këtë pikë, sidomos shoqëria kosovare, e cila ka kaluar nëpër sfida të shumta dhe të ndryshme, shto këtu faktin që ne ende nuk kemi shëruar, konsideroj nga pasojat e luftës edhe nga traumat e luftës që i kemi përjetuar, është jashtëzakonisht e rëndësishme që tani të fokusohemi tek paqja e brendshme edhe tek gjendja jonë emocionale. E ceke urrejtjen, xhelozin dhe inatin dhe këto duket sikur janë shumë prezente në vendin tonë dhe shpesh herë them që ai që është i lumtur dhe një njeri që ka paqe të brendshme shpirtërore, ai nuk di të urrejë, sepse këto dyja nuk mund të shkojnë njëkohësisht bashkë. Dhe ne njëkohësisht jemi si një popull shumë i lumtur, po më duket kjo si pasojë e jetës sipërfaqësore që ne e bëjmë, po të njëjtën kohë ne jemi shumë të papërmbushur dhe shumë të palumtur dhe duket sikur kjo xhelozia, inati dhe urrejtja po e mbysim njëri tjetrin, Elvana, sot në këtë periudhë në cilën po jetojmë. Janë pikërisht rrjetet sociale ato që kanë shkaktuar këtë gjë për cilën ti po flet. Ne jemi fokusuar shumë tek një jetë sociale e rrjeteve sociale që unë e konsideroj totalisht gënjeshtër, totalisht të rrejshme, kështu që përderisa ne kemi fokusin kaq të plot tek rrjetet sociale, tek luksi i momentit, ndërkohë që në realitet nuk e shijojmë fare momentin në të cilën gjendemi, natyrisht që do të përballemi me këto që ti sapo i përmende, me xhelozin, me urrejtjen, me mosrahatin me njëri tjetrin dhe ta thash edhe më herët, në momentin që ti nuk je në paqe me veten, nuk je i lumtur me veten, nuk mundesh me qenë i lumtur as me të tjerët. Kështu që përderisa ne vazhdojmë ta kemi një luftë të brendshme me veten tonë, do të jemi në luftë edhe me njerëzit e tjerë. Andaj është mirë që të fokusohemi pak më shumë tek gjërat reale, të cilat i jetojmë, tek momenti real, të cilin e jetojmë dhe jo gjithçka të sillemi rreth rrjeteve sociale, klikimeve të panumërta, të cilat nuk e sjellin dot lumturinë. Unë gjithmonë e kam thënë, lajkat e Facebookut dhe të Instagramit nuk ta sjellin lumturinë. Ato mund t'i sjellin disa monedha, disa të arritura monetare, mirë po asesi nuk munden me ta sjell lumturinë, kështu që është mirë të fokusohemi më pak tek këto gjëra edhe më tepër ta prekim realitetin cilin e jetojmë. Elvan, të flasim pak për dhimbjen.
Ai cila është gjithmonë më prezentja tek njerëzit, qoftë dhimbje shpirtërore, sepse njerëzit kur përjetojnë këtë dhimbje shpirtërore, duket se mundojnë të iken dhe shohin diçka shumë një armik të madh dhe nuk mundën ta t'i kalojnë dhe janë në gjendje të bëjnë shumë gabime në jetë. Cila ka qenë dhimbja jote më e madhe në jetë që ti ke kaluar, ndoshta dikush që kalon në të njëjtat faza aktualisht, i shërben sa do pak. Ira, unë në jetë kam kaluar hiq më pak se 10 operime për ta mobilizuar gjendjen time shëndetësore fizike. Dhe tash mundesh me marrë me mend që kur i kalon 10 operime në një moshë shumë të re dhe në periudha shumë të shkurtra njëra pas tjetrës, depresioni është i pashmangshëm. Dhe ajo dhimbja më e madhe shpirtërore për cilën ti po flet ka qenë pikërisht depresioni, të cilin e kam përjetuar në vitin 2010, pas një operimi shumë të rëndë dhe një izolimi më shumë se 7 muajsh në shtëpi. Kështu që nga ajo kohë deri në këtë moment që po flasim, për mua gjëja më e rëndësishme është gjendja emocionale dhe kujdesi ndaj shëndetit mendor. E di që deri vonë, deri në kohën e pandemisë, ka qenë shumë tabu të flasësh publikisht për shëndetin mendor, ka qenë shumë tabu të flasësh për nevojën për të shkuar tek një psikolog dhe prap jo rastësisht kam qenë gjithmonë e para e cila kom fol për këto tabu dhe kom fol edhe për rëndësinë e shëndetit mendor krahas shëndetit fizik. Kështu që në atë periudhë, në 2010 ka qenë periudha më e vështirë edhe fizike po edhe emocionale për mua dhe që nga ajo kohë kam filluar t'i kushtoj një rëndësi shumë të madhe shëndetit mendor dhe gjendjes emocionale. Kështu që tani për mua është paralel si puna, si aspekti i shëndetit fizik, vjen edhe aspekti i shëndetit mendor, asgjë nuk ka rëndësi më shumë se sa mënyra edhe fakti se si unë ndihem në një moment të caktuar. Dhe më besoni, kujdesin ndaj kësaj pjese kaq të ndihshme të njeriut më ka bërë që ta njoh më shumë veten, të njoh më shumë dëshirat e mia, nevojat e mia, por natyrisht edhe ta njoh më tepër relacionin dhe ndërtimin e relacioneve me botën dhe me njerëzit e tjerë. Nëse deri sot i kom pa njerëzit vetëm në aspektin sipërfaqësor, vetëm në aspektin e pozitës apo jetës rrjeteve sociale që e kanë bërë, sot i shoh pak më thellë se kaq dhe mundona maksimalisht mos me gjyku askënd, as për fjalët që mund t'i thot ose as për mënyrën se si mund sillet në një moment të caktuar, sepse mos harroni, prapa çdo personaliteti, sidomos personaliteti publik, gjithmonë fshihet një histori shumë e veçantë, ndoshta e pa thënë publikisht, por e jetuar në forma të ndryshme. Kështu që është mirë të mundohemi t'i kuptojmë njerëzit pak më thellë, jo vetëm sipërfaqësisht, jo vetëm në bazë të asaj që reflektojnë në media ose në rrjetet sociale, dhe në momentin që ne fillojmë t'i njohim njerëzit pak më thellë, pak më shumë, t'ua kuptojmë pak edhe të kaluarën e vështirë, cilën e kam pas, gjykime dhe paragjykime do të ketë shumë më pak. Pra në një farë formë, dhimbja është miku më i mirë i njeriut dhe duhet përqafuar dhe jo me urrejt, sepse ajo na formon dhe na krijon si identitet, si karaktere. Nuk do ta quaja dhimbjen si mik të njeriut, në fakt do ta quaja si një leksion ose si mësimi më i mirë i jetës. Sepse vetëm përmes dhimbjes mundesh me njoft veten edhe tjetrin. Mirë po, dhimbjen asesi nuk mundesh me përqafu si mik, sepse është shumë e vështirë. Zakonisht ne jemi mësuar që gjërat t'i përqafojmë si miqësi vetëm atëherë kur janë të mira dhe jo atëherë kur janë të dhimbshme. Por nuk të mësojnë gjërat e mira më shumë se sa dhimbja edhe sfida cilat i kalon në jetë. Elvan, pra po jetojmë në një kohë kur njerëzit kanë më shumë ankth, më pak qetësi, kanë më shumë njohje, po kanë më pak miq të vërtet, kanë shumë ndjekës, por kanë pak miq cilët mund t'i telefonojnë në ditë vështira dhe apo e humbim atë lidhjen ne me njëri tjetrën si njerëz. Po e humbim, sepse po kthehemi prap tek tema që e thamë në fillim, po lidhemi emocionalisht me rrjetet sociale. Dhe komunikimin më të madh po e kemi virtual, e shumë pak real. Prandaj unë po mundona maksimalisht me i kësaj, po du shumë pak me pas komunikim virtual me njerëz, po shumë me pas komunikim real. Tek pjesa e asaj se mund të mos kemi njerëz kur na duhen më shumë ti,
fatmirësisht unë nuk e kom përjetu këtë, sepse gjithmonë në ditët e mia më të vështira kanë qenë njerëzit më të dashur afër meje, edhe miqtë e veçantë ndoshta me cilët me vitet tona s'kom komuniku, por në momentin që Elvana ka pas nevojë kanë qenë aty dhe për këtë e konsideroj veten me fat. Por a jemi duke zbehur këtë raport, a jemi duke humbur këtë raport, patjetër që po. Dhe unë konsideroj që duhet kemi shumë kujdes edhe në këtë pjesë që ta ruajmë pjesën reale të jetës. Jeta nuk bëhet virtualisht, nuk ka asgjë nga virtualiteti, është thjesht një mashtrim i momentit përmes disa lajkeve që i përmendëm, përmes disa postimeve që janë thjesht momentale dhe mund të harrohen në sekond. Ajo që ne e përjetojmë në realitet, konsideroj që është e përjetshme dhe duhet të konsiderohet si e tillë. Fjala zakonisht bukura, po e them sidomos nga ty duke qenë person i paqes dhe gjithmonë që shohim një karrierë që nuk e bërë zhurmë vetëm për famë dhe gjithmonë i mundu që sjellësh motiv tek njerëzit në gjitha format. A e mendon Elvana se cili është misioni yt në të ardhmen në vendin tonë për Kosovën? Zakonisht era nuk bëj planifikime shumë afatgjata. Gjithmonë dëshiroj ta jetoj momentin, edhe të bëj planifikime afat shkurtra deri në atë pikë sa unë e di sigurt që mund të arrijë tek suksesi ose tek qëllimi i caktuar. Tani, planifikimet mbi karrierën natyrisht që do të vazhdoj të ngelem në këtë mision edhe për një mandat, sepse sapo e ka marrë mandatin e tretë nga Komisioni Ndërkombëtar i Drejtave të Njeriut të OKB-s, kështu që edhe për 4 vitet e ardhshme do të shërbej në këtë pozitë, natyrisht në përfaqësim të Kosovës jashtë shtetit, por edhe në realizim të projekteve që janë këtu, ndërkohë që do doja shumë që Kosovën ta shihja gjithmonë lart e më lart. Do doja fillimisht që Kosovën ta shihja pjesë të OKB-s. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne të jemi antar me të drejta të plota në atë organizatë, e cila do t'i hapte edhe shumë dyer të tjera, jo vetëm diplomacisë kosovare, por komplet shtetit Kosovës edhe popullit të saj. Por përtej kësaj, ajo që do doja shumë është rikthimi i dashurisë që e kemi pas për njëri tjetrin si popull. Sepse kjo ka filluar të zbehet, kjo ka filluar të humpas. Kemi humbur nga njerë konsideroj edhe të ruan ditore se si duhet sillemi me njëri tjetrit dhe si duhet flasim me njëri tjetrin, duhet të rikthehemi tek vetja, duhet të rikthehemi në realitetin që na përket, edhe natyrisht mos ta harrojmë traditën shqiptare që është të qenit popull unifikues. Fatkeqësisht ajo që ka bërë tepër të dukshme dhe ndarjen mes nesh si njerëz janë edhe aspekti politik, do me thënë partitë politike, përçarja mes inateve politike, e cila konsideroj se fare nuk do duhet të ekzistonte mes popullit, sidomos të Kosovës, marr parasysh faktin që ne kemi dhënë jetë të tëra për të arritur lirinë që e kemi sot. Dhe është gjëja më e turpshme që ne mund t'ja bëjmë njëri tjetrit si popull që të përçohemi për parti politike ose për lider politik. Ajo që ka më shumë t'i duhet Kosovës është një unitet, është një unifikim që Kosova të ecë përpara. Ndryshe, kështu siç ja kemi nisur, konsideroj që nuk do t'jetë një rezultat pozitiv për askënd prej nash. Mesazhi zakonisht i bukur Elvana dhe do ndalim pak edhe tek gjeneratat e reja sepse po e shoh që edhe jam pak sa kritikuese në aspektin e edukimit të tyre, ndoshta si pasojë dhe arsimit që është lënë pak anash për shkak të politikave të cilën ti e përmende. Shoh vajzat e reja dhe gjeneratat e reja kur duket nuk kanë shumë mision që të jenë qytetarë të dinjitashëm të këtij vendi. Pra nuk e shohin shumë veten në Kosovë, nuk e dinë se çfarë duan dhe duket sikur e gjithë jeta është bërë vetëm influencë në rrjetet sociale. Pra nuk po e shoh, nuk e kanë motivin e duhur që të sakrifikohen, të punojnë fort dhe t'ia dalin. Cili është mesazhi yt për këto tri të Kosovës? Sepse gjithçka po duan të arrijnë në sekond. Duan që suksesi të arrihet në sekond, fama të arrihet në sekond, parat të arrihen shumë më lehtë dhe duket sikur krejt këto po ua ofron rrjeti social, Instagrami ose Facebooku. Shto këtu faktin që edhe perspektiva në Kosovë ka rënë në masë të madhe, kjo për shkak të destabilitetit politik me cilin ne pothuajse jemi përballur që nga pas lufta e këndej. Tani kur ke destabilitet politik, natyrisht që ke destabilitet edhe në aspektin e arsimit, edhe të ekonomisë, edhe të diplomacisë, edhe të gjithë shkaje tjetër. Dhe
është e natyrshme që në gjeneratat e reja do të ndikohen nga faktorët jashtëm cilët aktualisht po ndodhin në Kosovë. Megjithatë, unë konsideroj që ne duhet të punojmë, sidomos ne që jemi në sferën e diplomacisë ose të politikës, duhet të punojmë fort që të angjallim motivin të rinjve edhe të mundohemi sa më shumë të ndalim në Kosovë që jeta të zhvillohet këtu në realitet dhe jo në rrjete sociale. Është një fenomen që po ndodh, tani po themi shpesh fenomen botror, po unë nuk e shoh si fenomen botror, sepse unë është më shumë i theksuar në Kosovë. Më shumë është i theksuar në Kosovë. Unë gjithmonë e kam thënë, kemi avancuar jashtëzakonisht shumë në disa aspekte, të cilat bota nuk i njeh fare dhe nuk është fare interesant për ta. Ne kemi avancuar në aspektin e estetikës, të dukurit bukur, të pasurit shumë djekës në Instagram, s'ka rëndësia janë fake apo real, po në fakt kemi ngecur në avancimin e mentalitetit që do duhej të ishte shumë më lartë se sa mentaliteti i rrjeteve sociale. Dhe për këtë gjë, unë jam jashtëzakonisht kundër kësaj dhe kundër këtij fenomeni. Nëse e bëj krahasimin me të rinjtë e vendeve të ndryshme të botës, është drastikisht ndryshe, sepse të rinjtë e vendeve të ndryshme të botës janë ende të fokusuar tek arsimi i lartë, janë ende të fokusuar tek aktivitetet rinore me cilat ata merren, tek përfaqësimi i vendeve të tyre. Pra, e shoh në përkonferenca të ndryshme ata mundohen ta gjejnë se cilën mundësi që të arrijnë sukses ose ta prezantojnë vendin e tyre në forma të ndryshme dhe shumë pak janë të fokusuar tek rrjetet sociale. Madje mund të them që fare nuk ju intereson, ndërkohë që nëse kthehesh edhe vjen në Kosovë, krejt fokusi është tek estetika, tek të pasurit një fytyrë të bukur, pa asnjë rrudh, të dukurit perfekt, duke qenë influencer në rrjete sociale që ti nëse hyn sipërfaqësore me një fjalë. Jetojmë në aspektin shumë sipërfaqësor edhe të dukjes. Fatkeqësisht në Kosovë ajo çka është duke pas rëndësi tani për tani është dukja. Jemi fokusuar shumë tek amballazha, ndërkohë që nuk po e shohim produktin brenda i cili veç po shkon tu dëmtu dita ditës. Dhe unë uroj shumë që gjeneratat e reja ta kenë një tjetër perspektivë, ta kenë një vizion tjetër për jetën, sepse edhe nëse e krahasoj me gjeneratën time kur unë kom fillu me punu në moshën 12 vjeçare, është shumë ndryshe me sot. Për shembull, ne atëherë kemi qenë shumë të fokusuar tek çështja e të drejtave të njerëzit, tek aktivitetet e ndryshme rinore që zhvilloheshin në atë kohë e pastaj edhe në komplet Kosovën, ndërkohë që sot nëse e merr një 12 vjeçar, është shumë i fokusuar tek TikToku. Dhe krejt çka din me të folë aty është çështja e TikTokut. Dhe kjo konsideroj që është shumë e dhimbshme dhe asnjëse nuk duhet të bëjmë krahasimin se ky është një rend i ri botror dhe bota po kalon ka kjo pjesë, se më besoni që jo. Unë që kam udhëtuar në për shumë vende të botës, ndryshimi është drastikisht i madh. Elvana, një përgjegjësi shumë të madhe mediatike kemi edhe ne mediat, sepse edhe ne duhet jemi shumë të kujdesshëm se çfarë po ofrojmë, çfarë po i servojmë këtij populli që të rrisin vëdësimin e qytetarëve. Pra, ne flasim shumë për sukseset, po flasim shumë për paqen e brendshme. Njerëzit kanë para, kanë pozita dhe kanë famë, por në fund të ditës flanë mërzitur. A është kjo sukses? Padyshim që nuk është sukses, sepse në fund nëse ti nuk fle i lumtur në mbrëmje dhe nuk e ke atë paqen e brendshme, gjitha pjesë të tjera bien poshtë, pra po flasim për një sukses sipërfaqësor që ti të dukesh i formuar në sy të tjerëve, por nëse ti nuk je i përmbushur dhe nuk je krenar për atë që e ka arrit, atëherë kjo lë për të dëshiruar. Hajde më thuaj sa prej tyre kanë bërë vetëm hapin më të vogël për të shkuar te një psikolog ose psikiatër ose për të bërë një psikoterapi, qoftë një seancë të vetme për ta njohur më shumë veten edhe lumturinë e tyre të brendshme. Ta siguroj që shumica prej tyre as nuk e dinë se çka do të thotë kjo. Dhe ta siguroj që shumica prej tyre mendojnë që paraja mund t'ua sjellë lumturinë, fama mund t'ua sjellë lumturinë, buzëqeshjen, jeta e luksit e tjerë, po këto nuk qëndrojnë. Dhe përderisa ti nuk je i vetëdijshëm për nevojat e tua, për të kërkuar ndihmë profesionale në raste të tilla, natyrisht që do të përfundosh duke qenë i mërzitur edhe nëse një perandori të tërë e ke në duart e tua. Kështu që ne duhet fokusohemi pak më shumë te kjo pjesë dhe mediat, me që përmende, është fakt që e luajnë një rol shumë të rëndësishëm, sepse në fakt edhe janë pushteti i katërt, sidomos në Kosovë. Kështu që duhet kenë shumë kujdes edhe në atë se çka i servojnë publikut. Në vend që ne të merremi me disa influencer që unë i quaj të kotë, më falni për këtë gjë, të TikTokut, është më mirë të servojmë një këshill, një emision me këshilla psikologjike ta quaj, që ata dinë më mirë ta njohin veten e tyre. Dhe unë shpesh kur hy në tema të tilla, në tema më të thella se sa kaq në aspektin psikologjik, të gjithë ngelen duke më pa dhe duke më thënë,
okej, pas ke të drejt, pas na pas nevojë për një bisedë të tillë. Po mirë, pse nuk e ke bë hapin më të vogël me shku edhe me kërku një ndihmë diku, sepse është tabu dhe gjithmonë i kemi marrë psikologët ose njerëzit që janë marrë me çështjen e psikologjisë, se ti nëse shkon te psikologu je njeri i çmendur, jo nuk je njeri i çmendur. Ti shkon te psikologu me njoft veten tënde, sepse nuk mundesh me njoft veten tënde përmes famës, suksesit, paras, etj. Këto janë gjëra krejt sipërfaqësore që në shumicën e rasteve ne i bëjmë për njerëzit e tjerë, jo për veten tonë. Ajo që ti bën për veten tonë është më e rëndësishme se sa kaq. Se në fund të ditës, pozita një ditë do të përfundoj, paraja një ditë do të përfundoj. Suksesi nuk është absolut, është relevant. Sot mund të jem më e suksesshme, mund të jem më en, po nesër vjen dikush tjetër pas meje. Dhe ti ngelesh aty ku ke mbet. Ajo që është e rëndësishme është të jesh e përmbushur me veten tënde. Dhe pa e kuptuar ne se sa e rëndësishme është të jemi të përmbushur me veten tonë, do të vazhdojmë të kemi probleme të tilla. Jo, zakonisht është vërtet dhe neve na duhen emisionet të tilla, na duhen këshilla të tilla, na duhen njerëz realisht kompetent, cilët kanë kaluar shumë gjëra në jetë dhe kanë se çfarë ti servojnë publikut. Unë nuk jam ashtu siç e thotë as pak kundër TikTokut, por është një vijë e kuqe që e dallon televizionin me pjesën e TikTokut, sepse për të kaluar në televizion duhen disa procedura shumë gjata, sepse skena hapësira publike është shumë e rëndësishme. Fjala në publik ka peshë zakonisht madhe dhe nuk duhet me u marr aq thjesht dhe shumë e mirëqen në të cilën po e shohim sot në gjitha studiot televizive, sepse ajo karrike në të cilën jeti për mua është e shenjtë çdo musafir që ulet këto, sepse ne duke pas musafir të mirë dhe duke pasur musafir të fushave dhe aq më pak ambasador, siç ja kanë zdritur të them Kosovës fytyrën në para gjithë botës, për neve është nder. Ne kështu e nderojmë edhe publikun. Absolutisht, edhe siç e thatë, nëse muj veç me shtu, fjala publike ka jashtëzakonisht peshë, por është shumë e rëndësishme të dim edhe prej kujt ta marrim atë. Sepse tani në këtë kohë, në këtë periudhë që ne po jetojmë, jo secili personazh që del në televizion është i rëndësishëm. Jo secila fjalë që thuhet në televizion mund të jetë e vërtet. Pra, verifikimi i lajmit ose i informacionit prej kujt ne e marrim atë është një rëndësie shumë të veçantë. Ne duhet ta ngrisim vetdijen në këtë pikë. Do me thënë të shohim se kush po jep këshilla në televizion, të shohim se kush po analizon politikën, ekonominë, shëndetësi në televizion, sepse jemi dëshmitar të faktit që disa analistat të zakonshëm analizojnë secilën situatë. Nuk mund dish të analizosh gjithçka, është e pamundur. Nuk mundet me foli njëjti analist që flet për politikën në Kosovë, të flasë edhe për politikën në Iran atje, ose në Amerikë, ose në Izrael, ku të diun. Sepse është absurde, për mua është absolutisht absurde. Dhe sinqerisht në mënyrë shumë ironike, i përgëzoj të gjitha ata analista që e kanë këtë guxim, e kanë këtë vetbesim të tepruar, që të analizojnë se cilën situatë që i servohet përpara në Kosovë. Është absurde. Dhe marrë parasysh që ne kemi sjell vetë një lloj trendi të tillë në media tona, konsideroj që nuk duhet gjykohet as populli i thjesht i cili e sheh ose e klikon një lajm të tillë, sepse ne jemi vetë ata që po ja lejojmë vetës ti servojmë publikut gjithçka. Prandaj të jemi pak më të filtruar në këtë pjesë, konsideroj që do të na bënte mirë secilit prej nesh. Shumë e vërtet. Elvani, jemi në fund të këtij emisionit dhe dua një mesazh nga ty për gjithë njerëzit, sidomos ata në cilët po hasin vështirësinë e jetës dhe po kalojnë momente të vështira, një mesazh motivues nga ju. Besoj që e gjithë biseda ishte mes rreshtash me mesazhe motivuese se si duhet t'i kalojmë sfidat në jetë. Megjithatë, për ta përmbledhur shkurt, unë do doja që secili që është duke kaluar nëpër sfida të jashtëzakonshme në jetën e tij, që i duken të rënda, dal pak prej vetës edhe të shoh, dëgjoj edhe historitë e tjetrit, që të motivohet edhe të merr diçka nga historia e tij për të vazhduar tutje rrugën e tij. Ajo që është më e rëndësishme është mos dorëzimi, ta mbështesim sa më shumë njëri tjetrin edhe natyrisht mos na vije turp edhe të kërkojmë mbështetje, sepse është shumë e natyrshme që të kërkojmë mbështetje nga tjetrit në mënyrë që ne të kemi pak më shumë forcë për veten tonë. Nuk është e lehtë të ballafaqohesh me sfida, nuk është e lehtë të kesh
si me thënë, detyrime të ndryshme ose të lashe të ndryshme në jetë, megjithatë asgjë nuk është e pasgjithshme. Unë gjithmonë e kam pas një moto në jetë që kam thënë gjithçka është e mundur, ka vetëm njerëz që nuk dinë si ta bëjnë të mundur. Kështu që zgjidheni rrugën, lypeni atë rrugë patjetër, ku është e ku s'është dhe bëni gjërat tuaja të mundura ashtu siç juve ju vjen nga brenda dhe ashtu siç juve ju bën të lumtur. Mos anashkaloni asesi gjendjen tuaj emocionale edhe dëshirën për të kërkuar edhe ndihmë profesionale, sepse është jashtëzakonisht e nevojshme në këtë kohë toksike në të cilën po jetojmë. Nuk do mund ta mbyllim sezonin me një mesazh kaq të mirë dhe unë të falenderoj shumë Elvan që ishe sonte prezente në emisionin zgjoh për gjitha përvojat e tua që ndajtja me publikun tonë dhe për gjitha këshillat dhe mesazhet e tua dhe ne jemi jo vetëm ne si emision për të gjithë Kosova është e nderuar që të ketë një përfaqësuese kaq të dinjitashme siç jeni ju. Kështu që shumë faleminderit që ishe sonte me ne. E do shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi edhe për mua në fakt shkoi shumë shpejt. Koha edhe ishte një intervistë komplet ndryshe nga ato që unë zakonisht jam mësuar të jap në mediat e Kosovës dhe më vjen shumë mirë që i keni kushtuar një rëndësi kaq të veçantë, një temë kaq të thellë, kaq shpirtërore për cilën prap konsideroj që po flitet pak në rrethin tonë shoqëror dhe në mediat tona. Natyrisht u mundova pak nga perspektiva ime personale të flas dhe të jap mesazhe për gjithë ata që mbase kanë kaluar nëpër sfidat e mia ose janë duke i kaluar ato, edhe një herë po e përsëris asgjë nuk është e pamundur. Andaj zhvillojeni kohën tuaj, kërkojeni kohën tuaj, kërkojeni rrugën tuaj që gjërat tuaja dhe ëndrat tuaja t'i bëni realitet. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues, pas kësaj bisede kaq të këndshme, kaq motivuese, ne arritëm në fund të këtij emisionit. Unë ju përshëndes, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.